Nata që ndryshoi gjithçka. Qyteti ishte mbuluar nga një shi lehtë pranveror. Dritat e rrugës reflektonin mbi asfaltin e lagur, ndërsa era qëndronte pranë dritares së apartamentit të saj me një gotë verë në dorë. Fustani i hollë prej mëndafshi i përqafonte trupin si një sekret që mezi i priste të zbulohej. Ajo nuk e dinte pse zemra po i rrite kaq fort. Ndoshta ishte mesazhi i fundit që kishte marrë. Ndoshta ishte pritja. Trokitja në derë e bëri të mbyllte sytë për një çast. E ndjeu veten të përfshirë nga një val nxehtësie që nuk vinte nga vera. Kur hapi derën, ai qëndronte aty. Arditi. Me këmishën e zezë pak të hapur në jak dhe me atë shikimin që gjithmonë i kishte trazuar mendimet. Nuk folën me një herë. Heshtja mes tyre ishte më e fortë se çdo fjalë. Hyj? Pyeti ai me zë të ulët. Era vetëm u tërhoq pak më njan. Ajri mes tyre u ngarkua me diçka të papërshkrueshme. Ai ju afrua ngadalë, aq sa ajo mund të ndjente aromën e tij, një përzierje e lehtë druri dhe freski e natë. Gishtat e tij prekën lehtë dorën e saj. Një prekje e thjeshtë por mjaftueshëm për ta bërë të dridhej. E ke iden sa më ke munguar? Pëshpëriti ai. Zëri i tij i thellë i rëshiti mbi lëkurë si një prekje e padukshme. Ajo ngriti sytë dhe për një moment gjithçka tjetër u zhduk. Ishte vetëm ai shikim, ajo frymëmarrje e përbashkët. Ai e tërhoqi lehtë nga beli. Fustani i saj u lëkun, ndërsa trupat e tyre u afruan aq sa mes tyre mbeti vetëm nxehtësia. Era ndjeu rrahjet e zemrës së tij kundër kraharorit të saj. Gishtat e arditit rëshitën përgjatë shpinës së saj, ngadalë, me kujdes, sikur po lexonte një histori të shkruar mbi lëkurën e saj. Ajo mbylli sytë kur buzët e tij ju afruan pranë qafës. Nuk ishte puthje e nxituar. Ishte e ngadalë. E qëllimshme. Një premtim. Duart e saj gjetën kraharorin e tij, ndjen ngrohtësinë përmes pëlhurës. Çdo frymëmarrje bëhej më e rëndë, më e thellë. Ai hoqi një fije floku nga fytyra dhe e pa sikur po përpiqej ta mbante mend atë moment për gjithmonë. Mos ndalo, pëshpëriti ajo, pa e kuptuar se fjalët i kishin dalë vetë. Ai buzëqeshi lehtë. E ngriti në krah dhe e vendosi ngadalë mbi divan. Lëvizjet e tij ishin të sigurta, por të buta. Sikur çdo centimetër i saj ishte diçka që duhej zbuluar me kujdes. Shiu jashtë vazhdonte të binte, por brenda dhomës temperatura po rritej. Duart e tyre kërkonin, gjenin, ndalonin për një sekond vetëm për ta zgjatur pritjen. Çdo puthje ishte më e thellë se e para, çdo prekje më e guximshme. Era ndiu një përzierje emocionesh, dëshirë, mall, frikë të ëmbël dhe një ndjenjë çlirimi. Ai nuk po nxitonte. Po e shijonte çdo reagim të saj, çdo dridhje të lehtë, çdo pëshertim. Kur ai ndaloi për ta parë në sy, ajo kuptoi se nuk ishte vetëm pasion. Ishte tension i mbajtur prej kohësh, fjalë të pathëna, ndjenja të shtypura. Kam menduar për këtë natë çdo ditë, tha ai. Ajo nuk ju përgjigj me fjalë. Vetëm e tërhoqi drejt vetes. Dhe ndërsa ora kalonte pa u ndier, mes tyre nuk kishte më dyshime, as distancë. Vetëm frymë të përziera dhe lëvizje të ngadalta që ndërtonin një ritëm të tyrin. Kur gjithçka u qetësua, Era qëndronte me kokën mbi kraharorin e tij, duke dëgjuar rrahjet e zemrës që po ktheheshin në normalitet. Shiu kishte pushuar. Çfarë jemi tani? Pyeti ajo me zë të butë. Ai i puthi ballin. Diçka që nuk mbaron me këtë natë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Era buzëqeshi pa frikë.